Se nuk ka të bëj me vlerën monetare. Unë thash është simbolik e kujdesit, e motivimit, si simbol i mbështetjes. Sa mu ta motivoj një shumë e tillë. Lidon me krahasu 500.000 euro për një ekspedit që është ndoshta 40 vetë, sepse gjithë marrin pjesë aty. Ndoshta edhe 1 milion e gjysmë. Dhe kjo është vetëm simbolik e kujdesit ndaj grupit që s'ka lojtar që vjen në përporën kombëtare. Po pra, nuk ka përfitim më të madh se sa motiv më të madh se sa krenaria për një fitore. Kështu kjo është ligjohet. Mos e merri sepse dikush po mendon se 500.000 euro matet është shumë, a pak. Nuk ka vlerë që matet me fitoren kundër Turqisë. Nuk ka vlerë. As 100 milion nuk janë shumë. A pa i thu është provë, sot me vetë lojtarët, ata 500.000 t'i japin veç me fitu. Jo 500.000 t'japin, ata japin këtë vitimin që e ka Kosova e japin për me kalu. Po nga ky këtë vështrim nuk duhet shiqu këtë premi, sepse premia është simbol, tham, i motivimit edhe i kujdesit, simbol i respektit ndaj atyre që i bajnë fanelen shtetërore. Dhe kjo është ajo pjesë që neve na lidh që kemi synimin e përbashkët një kualifikim, sepse nuk ka premi që mundet me pagu fitoren apo kualifikimin e kampionatin botror në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanadë edhe në Meksik. Nuk ka edhe ajo reklama Young Europeans ka qenë, është pagu 6 milion euro para 10 viteve, janë vlera shumë të mëdha tash, besigur janë 15 milion euro, që sa do kudo një promovim i mirë s'ka të pagumë, kështu që nëse na kualifikuam botror. Nëse dikush ka bo reklamën më të mirë apo propagandën më të mirë për me na pranu si shtet, apo me faktu që na jemi shtet i cili dim me i bo rezultatet në arenën ndërkombëtare, është fitoria kundër Slovakisë. Edhe Slovakia që nuk na nje, që duhet me thonë një të vërtet, sepse atë që akompanë për rrugët e Slovakisë është shembull i mirë që një shtet nuk të njeh, po të pranon dhe asë një ekses nuk kom pa që ka raportu dikush që ka qenë i sulmum. Jam i sigur që na duhet me marrë shembull se si duhet me prit mysafirët nga do që vinë, sepse asë një simbol të asë një shtetit nuk duhet me pishklu. E asë të atyre që nuk na kanë pranu, sepse kemi pas rast disa shtete që nuk na kanë pranu këtu, është pishklu simbolika e tyne, dhe na duhet me tregu kulturë dhe me marrë shembull se si Slovakia na respektoj. Edhe unë kom pas rast edhe me pa shembullin mirë, dhe më duket edhe nga federata është një falenderim për mikpritje, dhe kjo është gjë e mirë. Prandaj